Soil of Lule, ekspozit pikture e profesoreshës Luljeta Rama Muçaj në Universitetin e Avardit me 25 tetor. Soil of Lule dhe Lulesh është një ekspozit pikture e profesoreshës Luljeta Rama Muçaj në Universitetin e Avardit me 25 tetor me ftesë të Harvard College Albanian Students Association nga ora 14 deri në orën 17. Luljeta Rama Muçaj është artiste piktore nga Kosova, e cila përveç veprimtarisë së saj krijuese, shërben dhe si mësuese arti. Ajo ka lindur në një familje artistësh. Babai i saj ishte piktor i njohur Kadrush Rama dhe Luljeta ka thënë se rritja në ambientin e atelierit babait ndikoi shumë në rrugtimin e saj. Ajo ka patur ekspozita personale në Kosovë, në Maqedoni, ku ka prezantuar punët e saj, veprat e saj përshkruhen si ndërthurje të teksturës, materialeve të aplikuara, sfondave të mbyllura të ngjyrave dhe shirita ngjyrësh të ndesura që prishin heshjen vizuale, pra një lloj abstraksioni modern me element poetik. Ajo ka pohuar se ngjyrat e errta në veprat e mia më bëjnë të ndihem e çiltër dhe e fortë. Pra, përdorimi i kontrasteve, nuancave të përmbajtura është pjesë e gjuhës vizuale. Ky është një hap i rëndësishëm sepse ekspozimi në Universitetin prestigjos të Avardit i jep artit të saj një skenë ndërkombëtare. Federata e Mjekëve Shqiptar në Amerikë organizon webinarin Si të mbrohemi nga kanceri. Federata e Mjekëve Shqiptar në Amerikë ju fton në webinarin Si të mbrohemi nga kanceri, thuhet në njoftimin e këtij webinari që u mbajt me Zoom. Disa mjekë shqiptare janë organizatorët pikërisht doktoresh Evja Nano me temë depistimi dhe diagnostikimi i kancerit të gjirit, doktoresh Renina Varfaj, suporti psikologjik i kancerit të gjirit për gratë shqiptare, koordinatore është kryetaria e Degës Zana Nikola. Një hap i rëndësishëm ky për komunitetin mjekësor shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që u bashkua dhe krijoi Federatën e Mjekëve Shqiptar në Amerikë si degë Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë.